Po të bëj pyetje direkte. Si është Edi Rama si kryeministër, profesor? Edhe ai si puna Saliut ka dy aspekte. Ka anët negative, ka dhe anët pozitive. Ndofta të qenë të autoritar për mentalitetin e popullit tonë, ndofta nuk është dhe aq negative. Ai është i autoritar i thekur. I thekur. Do me thënë, nuk e imagjinon do të se si mund t'i dali njëri kundër. E përfiteroj, kur dëgjon një vajzuke aty që del kundër i flet, si ka mundësi. E ke fjalën për Elisa Spiropali? Kështu që, por, gjithsesi, unë shoh një diçka, që ai është bërë faktor. Është i pari kryeministër shqiptar që pritet dhe përcjellet gjithandej, me gjithë smetat që ka. Dhe kjo më habit me thënë të drejtën. Pse të habit? Më habit sepse ai ka kriju imazhin e vet si njeri popullor, si njeri që përpiqet për njerëzit, si njeri që është modern. Dhe kundërshton këtë mentalitetin pak a shumë anadollak që kanë gjithë të tjerët. Me fjalë ka punu për këtë punë. Po si ka bërë për vetë ata ndërkombëtarët? Nuk është ai vështirësi e madhe. Po është njëri çik modern, çik i shkathët. Do të kesh profilin e një europianit mirëfillt.